Trajneri i kombëtarës shqiptare Rolando Maran ka bërë publike listën përmirësore të qershorit në Izraelit dhe Luksemburgut me shumë rësi në përbërjen e ekipit. Lista ka bërë që të lindit me njerë shumë pikpyetje pasi duket qartësisht se është vazhduar njëjta filozofia e Silvinios, ku jo detyrimisht lojtarët që luajnë rregullisht apo kanë formën më të mirë, janë ata që marrin preferencat e trajnerit. Gjithçka nis me Porton ku të ftuar janë Sherry, Simoni e Cirko. Në mënyrë të papritur mungon zbulimi i këtij sezoni në futbollin grek. Klidman Lilo, ai ka shkëlqyer në këtë edicion me ofin e Kretës dhe nuk kishte moment më të mirë se ky për të parë djaloshin 23 vjeçar në veprim. Në mbrojtje bien asy grumbullimi pa kuptim të Andi Hadroit që ka luajtur me ekipin e rezervave të Polisia në kategorinë e tretë ukrainase, ndërsa mungon Balli Uap dhe Aneha Mihaj i cili po aktivizohet rregullisht në SBA. Distanca për këtë të fundit nuk mund të nxirret si justifikim për sa kohë që në listë gjendet një tjetër futbollist i Major League Soccer, Myrto Uzuni. Në mesfush përfshirja Bajramit që nuk luan prej kohësh është padyshim një çudi e madhe me që lojtari ka dalë plotësisht jashtë planeve të klubit të tij prej muajsh e në këtë rast duhet të vlente i njëjti trajtim si për Hasanin, Arbenor Muja i cili luan rregullisht me klubin e tij. Është emër i cili mund të përfshihej në listë dhe padyshim të ishte në një formë më të mirë sportive se sa rekordmeni i Euro 2024 që po kalon momentin më të topët të karrierës. Sa i përket sulmit, Maran ka zgjedhur vetëm një nga vëllezërit shpendi Kristianin duke lënë në shtëpi Stevenin, edhe pse ky fundit ishte bomber i brenda familjes në këtë sezon në Serin B. Fakti që Broja nuk luan prej kohësh gjithashtu e bën të këtë momentin e duhur që Maran të jepte një sinjal se u beson të të rinjve, ndoshta edhe duke guxuar me ndonjën nga talentet e shumta që po spikati në Itali. Lista e parë e Shqipërisë së Maran, siç tha trajneri, padyshim ka gjurmën e para përgatitjes nga FSHF me që vetë italiani nuk ka njohuri të thella për kuqëzinë në një kohë kaq të shkurtër, ndaj është ndikuar nga sugjerimet brenda institucionit, siç e pranoi dhe vetë ai. Dhe pikërisht kjo duhet të shqetësojë më shumë të gjithë tifozët e kombëtarës. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë për mediat në shtëpinë e futbollit. Jemi këtu me trajnerin e kombëtarës Rolando Maran, i cili tashmë ka shmallur dhe listën me lojtarë të ftuar për dy ndeshjet miqësore të muajit qershor ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Trajneri do i përgjigjet pyetjeve tuaja. Keni parasysh si zakonisht kur të merrni mikrofonin, ju lutem prezantoni dhe mund të bëni një pyetje. Pastaj nëse vjen radha sërish, nëse do kemi kohë, mund bëni sërish pyetje. Okej, atëherë fillojmë me pyetjen e parë. Elvis Rexha, Digital Mister së pari, turojmë suksese në këtë aventurë dhe sa vështirë ka qenë përzgjedhja e lojtarëve dhe çfarë pritshmërish kemi nga emri më i ri që kemi, Luis Hasa. Prima di tutto, in bocca al lupo per questa avventura. Quanto difficile è stato di decidere dai giocatori che vuoi convocare e cosa aspetti del nuovo giocatore Luis Hasa? Allora, mirdita e viva il lupo. Grazie. Ma è stato difficile, io ho seguito, sicuramente c'era una waiting list, ho cercato di concentrarmi su quella lista perché era già stata fatta e ho cercato di vedere e di capire quelli che stavano bene, quelli che non erano infortunati, perché ce ne sono molti purtroppo. Se volete ve li elenco già prima così evitiamo. Sono riuscito a parlare anche con Stracoscia, con Daisinani, Mucci, Manai e Gripsci, con i quali sono riuscito anche a parlare e alcuni sono venuti qua come Mucci, Gripsci, Manai, Desinani, mentre Stracoscia sta seguendo la sua rieducazione, per cui l'ho sentito solo per telefono.
per cui ho seguito questa lista. Non è che è ovvio che avrei voluto convocarne di più, però per una questione anche perché il lavoro possa proseguire bene ho cercato di ridurre, neanche di ridurre, di arrivare al massimo possibile per vederne il più possibile, perché questa è una fase in cui io devo cercare di conoscere più giocatori. Sarà interessante perché sono partite in preparazione a quelle che verranno, saranno fondamentali, per cui su questa lista ho cercato di capire e di vedere chi poteva essere più funzionale, però avrei voluto che fosse più grande questa lista, proprio perché c'è questa possibilità e volevo sfruttare al meglio. Seguirò da vicino poi tutti quanti nel proseguo quando rinizierà la stagione. Do kisha dashur sigurisht që të ishte pak më e gjatë kjo listë, sepse kam dëshirë që sigurisht të shikoj të gjithë lojtarët dhe të shikoj se cilët mund të jenë më funksional për t'u përshtatur edhe ndeshjeve, duke qenë se janë dy ndeshje të cilat do të jenë fundamentale për përgatitjen e ekipit edhe për në vazhdim. Ka qenë vështirë, por nganjëherë anë unë jam përqendruar dhe jam referuar edhe waiting list, asaj listës së madhe që xha ishte e krijuar, dhe sigurisht kam punuar për të kuptuar pak më mirë edhe se si është gjendja e lojtarëve, duke qenë se një pjesë prej tyre, nëse janë mirë në kushtet fizike ose nga ana tjetër nëse se si po ju shkon dëmtimi, dhe mund të përmend edhe emrat e lojtarëve të cilët në fakt janë të dëmtuar, Strakoshat me të cilin kam komunikuar nëpërmjet telefonit edhe po vijon ndërkohë edhe procesin e tij të rikuperimit atje ku ndodhet, ndërkohë që po ashtu kemi pasur komunikim dhe jemi takuar me Dajsinanin, me Muçin, me Manaj dhe Gripshin, të cilët kanë qenë edhe këtu, na kanë vizituar dhe kanë bërë vlerësimet e duhura edhe në klinikën tonë, kështu që sigurisht është e rëndësishme edhe të punohet në këtë aspekt edhe për të arritur edhe për të marrë maksimumin nga këta lojtarë, sepse sigurisht do të jenë dy ndeshje shumë të rëndësishme. Përshëndetje mister, Gentiana Linani, Televizioni Klan. Pak ditë pasi ju zyrtarizuat si trajneri kombëtar, zhvilluam një bisedë me Edgar Çanin, ish lojtarin tuaj tek Catania dhe kombëtaren shqiptare, i cili tha se me Maranin sulmuesit shënojnë shumë dhe Armando Broja do të bëj atë hapin cilësor në këtë aventurë. Çfarë mendoni ju? Dopo che tu hai fatto la conferenza ufficiale che sei diventato l'allenatore della nazionale albanese, abbiamo avuto una conversazione con l'attaccante Edgar Çani, che voi conosce bene, e lui ha detto che con il mister Maran i attaccanti normalmente segnano tanto, così sarà un momento anche forse per Armando Broja per provare anche se stesso in questo caso. Mi fa piacere che così lo saluto, non ho ancora avuto la possibilità di salutare Çani. Mi fa piacere abbia detto questo. È vero che quasi sempre gli attaccanti con me hanno raggiunto il massimo delle realizzazioni, hanno il record di gol nelle loro stagioni. Questo significa che la squadra costruisce sempre molto per poter far sì che si realizzi, che l'attaccante possa fare molti gol. Se fa molti gol vuol dire che i risultati probabilmente è più facile che siano favorevoli, e per cui questo è un buon segno. E io credo che questo possa aiutare Broja, ma possa aiutare anche gli altri attaccanti. Credo una nazionale non ha bisogno di più giocatori perché si gioca in più fasi, perché si giocano partite ravvicinate. E io sono convinto che quello che faremo, il lavoro che porteremo in campo aiuterà i nostri attaccanti a diventare più prolifici e riuscire a fare tanti gol che servono a questa nazionale che ne ha bisogno di gol. Jam i lumtur, jam i kënaqur për atë që ka thënë, në fakt dhe gjej rastin dhe për të përshëndetur Edgar Çanin. Është vërtet, në fakt gjatë punës time ka rastisur gjithmonë që lojtarët kanë arritur të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit, dhe sigurisht që kur skuadra ndërton shumë do të thotë që edhe ndihmon dhe sulmin që të shënojnë. Në këtë rast sigurisht nëse arrin të shënosh dhe rezultatet mund të jenë më të favorshme, dhe kjo është një shenjë e mirë për skuadrën. Kjo gjë mund ndihmoj Armando Brojen, por mund ndihmoj edhe lojtarët e tjerë dhe sulmuesit e tjerë. Sigurisht sepse në një kombëtare sa më shumë të punohet në grupe dhe të arrihet të ketë rezultate edhe nëpërmjet golave, është diçka që dhe unë jam i bindur fakt që me punën që ne do të bëjmë në fushë do të ndihmojmë sulmuesit, por edhe në përgjithësi gjithë skuadrën që të arrijë goli, dhe sigurisht që pas golit vinë edhe rezultatet. Sabina. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sports. Së pari suksese në këto dy sfida miqësore. Pam emra të rinj dhe rikthime në listën tuaj, gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliuc. Një lojtar që shkon në finalen e Conference Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë, ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit.
In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che i giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella partita, nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembrava giusto a un giocatore così dargli questo tempo perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë i sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar i cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje, Ervin Sina, Vision Plus. Suksese, mister. Aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pakresi në raport me atë që unë paktën kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale. I gjithë opinioni publik sportiv, nëse ka pasur një element me cilin natyrisht evidentoi një lloj shqetësimi në epokën e fundit, ka qenë dëshira për të parë më shumë lojtarë të rinj kombëtare, futbollistë të cilët kanë më shumë minuta në këmbë dhe që duhet të ketë më shumë hapësirë, sigurisht është rasti i Muçit që në këtë rast është dëmtuar, Anis Mehmeti që ka bërë një sezon të shkëlqyer, vëllezërit Shpendi në Itali, njëri prej tyre është rikthyer tashmë. Për ju është më e rëndësishme të konfiguroni skuadrën për Euro 2028 dhe thënë këtë mund guxoni në ligën e kombëve apo presioni i risultatit është më i njershëm për ju? Considerando che non ci sono poche novità, diciamo, dei nomi dei giocatori, e sempre si è parlato anche nell'opinione sportiva qui in Albania che dobbiamo avere nuovi giocatori che fanno bene anche con le loro squadre, hanno più minuti, come per esempio Muçi, ma che lui è infortunato in questo caso, o Anis Mehmeti o forse anche i fratelli Shpendi, che uno di loro è rientrato con la nazionale. Per lei è più importante configurare, diciamo, la squadra per l'Euro 2028 o la pressione del risultato è attuale in questo senso? No, allora, siamo tutti affamati e vogliosi di fare il risultato sempre, perché credo che vincere aiuta a vincere. Questo però, la mia convocazione, ripeto, avendo avuto poco tempo, è stato anche difficile andare fuori dalla waiting list. E ha tenuto conto di questo e ha tenuto conto anche di andare avanti, cercando di capire tutto quello che c'è di buono su un blocco che ha fatto bene, che ha fatto come è stato fatto insomma fino a poche partite fa, e capire cosa può servire dopo, da qui in poi, cosa può servire appunto per portare quello che è il mio calcio e spero per migliorare quello che può essere i risultati di questa nazionale. Per cui le considerazioni sono queste: non è la pressione o la voglia di vincere, c'è sempre, noi dobbiamo averla perché ci sono dei nostri tifosi che vengono a sostenere la squadra, che hanno voglia di vedere giocare a calcio, hanno voglia di vedere la squadra vincere, perché poi vincere ci si diverte di più. Se si fanno solo esperimenti, tante volte non ti fa crescere come se magari fare gli esperimenti misurati ma vincendo. Per cui cerchiamo di avere tutte e due le cose, di essere determinati sia sull'una che sull'altra cosa, perché io credo che ci siano i presupposti per poterlo fare, per far bene. Sono partite queste delicate, ma delicate non per l'avversario, delicate perché arrivano a fine stagione, è una fine stagione che per tanti è stata dispendiosa, è stata difficile. Chiederò un sacrificio, ma questi giocatori per quanto ho sentito, ascoltati, visti, e ho già percepito che c'è grande disponibilità da parte loro da fare queste ultime due match in maniera forte, in maniera convinta, e questo per me è già un buon inizio. Poi verrà tutto quello che hai detto tu, che
che cercheremo di inserire, di vedere, ma questo lo voglio fare un po' quando avrò ben chiaro tutto quanto. Sigurisht ne jemi gjithmonë të uritur edhe jemi krenar për të arritur rezultate të mira, por siç e thashë edhe më herët, ka qenë pak kohë në fakt në dispozicion sepse jam referuar shumë edhe waiting listës që tashmë ishte e dërguar. Sigurisht që ne do kërkojmë dhe do mundohem të kuptoj se çfarë është funksionale dhe e mirë tashmë në bazën e lojtarëve të cilët edhe kanë bërë mirë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet e fundit të kombëtares, dhe sigurisht duke marrë atë çfarë mund të mund të shërbej edhe asaj ideologjisë të futbollit që unë dua të luaj. Sigurisht që nuk ka presione, ka vetëm dëshirë për të fituar, dëshirë sigurisht edhe për të pasur rezultate të mira, edhe për tifozët të cilët gjithmonë e mbështesin skuadrën edhe duan patjetër që skuadra të fitojë. Sigurisht jo duke eksperimentuar, pavarësisht se eksperimentet të cilat janë të matura edhe mund të çojnë tek rezultatet janë pozitive, sepse nëpërmjet eksperimenteve jo gjithmonë vjen rritja. Dhe unë besoj që këto janë kushtet për të bërë mirë me skuadrën. Sigurisht që është një moment delikat, duke qenë se është fundi i sezonit edhe lojtarët vinë edhe të lodhur, të ngarkuar nga ndeshjet që kanë bërë, por sidoqoftë nga ajo çfarë unë kam komunikuar dhe çfarë kam parë deri më tani, ka një sens sakrifice të madhe nga lojtarët edhe disponibilitet shumë të madh për të qenë gjithmonë pranë kombëtares, dhe mendoj që kjo është një nisje shumë e mirë, po sigurisht që është e rëndësishme që të nisë çdo gjë edhe të kuptojmë edhe në çfarë situate dhe çfarë ambienti jemi. Per concludere la risposta, appena finite le due partite volerò subito vedere l'Under 21 perché credo che anche questa vada attenzionata. Tanti giocatori dell'Under 21 li ho già visti, li conosco, ma avrò piacere di vedere anche ho questa fortuna che appena finite le due partite riuscirò ad andare a vedere l'Under 21, per cui anche questo sarà il primo step per arrivare poi a quello che abbiamo detto prima. Për ta mbyllur edhe pyetjen, pasi të mbarojnë të dy ndeshjet, do të kem hapësirë për t'i dhënë një vëmendje edhe kombëtares U21, një pjesë e lojtarëve të saj unë i njoh në fakt, edhe do të kem fatin të shoh në ndeshjen që ata do të luajnë ndaj Italisë, sepse sigurisht ky është hapi i radhës edhe për të parë edhe lojtarët të cilët kemi në kombëtarët e radhës. Olçi Avdiaj, Panorama Sport. Mister, gjatë kohës paraardhësit tuaj ka pasur gjithmonë një polemik që grumbulloheshin lojtarë të cilët nuk ishin në formë ose nuk luanin. Rregulli juaj si do jetë? Lojtarët që janë në formë dhe që luajnë do të grumbullohen apo do të keni ju listën tuaj dhe pastaj do të vendosni se cili do të jenë në 11 ose në listën e parë? Con il mister Silvino sempre ha avuto una polemica, diciamo che erano convocati anche giocatori fuori forma o senza minuti. Qual sarà la sua regola, in senso che i giocatori che vengono devono avere minuti, devono essere nella massima forma? Qual sarà la vostra regola? Spero che la polemica rimanga con lui e non con me, allora. No, allora, non c'è una regola. Se io metto delle regole faccio il primo errore, nel senso che secondo me ci sono casi e casi che vanno presi di volta in volta cercando di fare il bene della nazionale. Sicuramente la forma conta, sicuramente ci sono dei valori, perché poi se un giocatore gioca nella massima divisione di qualsiasi campionato e uno gioca nella terza ha meno possibilità di giocare, però probabilmente il livello è un po' più alto. Io terrò conto di tutto questo, perché poi se giocano tutti a livelli più bassi ma giocano sempre, probabilmente magari il valore non è uguale agli altri. Sono tutte regole che io posso dire che sono giuste, ma posso dire che sono sbagliate, per cui dovrò cercare di essere più obiettivo possibile, di fare il bene della nazionale in tutto questo. E sicuramente avere tanti giocatori che giocano poco non aiuta, però ci sono dei casi che questa cosa qua può essere una cosa forzata, e per cui questa regola diventa difficile metterla. Nuk do të ketë një rregull të tillë, sepse mendoj që do bëja gabim që do të kisha rregulla të tilla. Sigurisht që çdo rast merret, secili rast është individual edhe duhet para çfarë i shërben më mirë kombëtare. Sigurisht që forma ka rëndësi dhe merr vlerë në raste të caktuara, por sigurisht që ka një lloj diferencë, le të themi, mes një lojtari i cili luan në liga më superiore, por ndërkohë nuk ka shumë minuta në krahasim me një lojtar i cili luan ndoshta në ligën e tretë dhe sigurisht ka më pak shanse një lojtar i cili luan në ligën e tretë, por ndërkohë nga ana tjetër, nëse ky lojtar ka shumë më tepër minuta se një lojtar tjetër, sigurisht që këto ndryshojnë. Nuk besoj se unë besoj që duhet të jem objektiv në zgjedhjet që do të bëjmë, sigurisht që nuk ndihmon skuadrën nëse ka shumë lojtarë të cilët nuk kanë minuta, por nuk mund të përcaktoj disa rregulla specifike në këtë moment.
Përshëndetje mister dhe urime për punën e re. Anton Cicani, Telesport. Pyetja ime ka të bëjë me modulin. Ju keni pasur rekordin e pikëve në Serie A me Catanian me skemën 4-3-3. Ndërkohë që vitet e fundit, por duke nisur dhe nga Kievo, pak Cagliari dhe skuadra tjera keni kaluar ke 4-3-1-2 me karakteristikat e lojtarëve që ka analizuar të kombëtarët shqiptare. Kush mendon se do ishte kostumi më i bukur që ne mund të prezantohemi në fushë? Faleminderit. La mia domanda si riferisce al modulo che vuoi usare con la nostra nazionale. Lei ha avuto un record dei punti nel campionato italiano con un modulo 4-3-3 con Catania e dopo poi con Chievo un 4-3-1-2 anche con Cagliari. Con le caratteristiche che vedi dei giocatori della nazionale, qual sarebbe, diciamo, la schema ideale? Ma sicuramente la mia intenzione è quella di partire da una difesa a 4. Poi i 3 giocatori offensivi, diciamo, che vengono utilizzati, voglio capire, adesso quando avrò i giocatori, voglio fare delle prove e verificare. In testa ho delle cose che però se vi anticipo qualcosa, magari vi anticipo una cosa che non è vera, cioè non voglio bleffare con voi, io voglio essere sempre sincero, voglio cercare di essere sempre, di dire le cose. Voglio fare delle verifiche e magari dopo queste partite, questi allenamenti soprattutto che faremo, avrò le idee più chiare. Per cui al resto aspetto un attimo a rispondere perché voglio capire determinate cose. Solo per questo, altrimenti non ci sarebbe problema. Qëllimi është të kemi një mbrojtje me 4 lojtarë dhe sigurisht duke përdorur 3 lojtarë pak më ofensiv. Sigurisht që kjo do duhet të provohet dhe të verifikohet në momentin që unë do të kem lojtarët këtu dhe nuk dua t'i paraprihem ndoshta një zgjedhje e cila mund të bëj blof në një moment caktuar sepse dua të jemi i sinqertë dhe do duhet të shoh lojtarët edhe më pas të vendos për modulin. Visa. Përshëndetje mister, Trevisa Tufa, News 24. Fillimisht dua t'ju uroj për aventurën e re. Ajo që dua të ndalem unë është tek ajo që ju përmendet pak më përpara që i njihni disa nga lojtarët e përfaqësuesës U21. A ka ndonjë lojtar, po themi, që ju e keni ndjekur dhe do doni ta kishit qoftë edhe në 2 miqësorët e muajit qershor pjesë të organikës tuaj? Come ha detto prima che voi conosce anche qualche giocatore dell'Under 21, puoi dire qualche nome che le piace, forse potevano essere parte della squadra anche per queste amichevoli? Allora, non farei una cosa giusta a dire di nome, nel senso che per me è giusto che tutti si sentano con la possibilità di avere un approccio alla nazionale. Insomma. Qualcuno di loro tra l'altro l'ho anche allenato, per cui è più facile, ma non voglio è più giusto che loro abbiano le motivazioni tutti quanti per poter arrivare alla massima nazionale. Nuk do të ishte e drejtë që të thoja emra, sigurisht që duhet të jetë e qartë që të gjithë kanë mundësinë për të pasur një qasje të kombëtarja edhe sigurisht që për ta të jetë një lloj motivacioni që ata mund të jenë dhe pjesë e kombëtarës në vazhdim, që për momentin nuk mund të them emra specifik. Përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. Mister, pak më parë the që nuk ka kritere për futbollistët e grumbulluar dhe në linjë një pyetje pse nuk është Jasir Asani pjesë e këtij grumbullimi dhe nëse do të shtoja diçka duke qenë se shpesh janë thirrur lojtarë si të re janë kombëtarë siç është rasti Luis Hasës apo ndoshta edhe rikthimi i Shpendit nuk kanë marrë minuta këtë radhë edhe pse është herët për ta thënë do kenë minuta lojtarët e thirrur rishtazin kombëtare? Come hai detto prima che non ci sono dei criteri, diciamo, per quanti minuti gioca un giocatore per essere convocato con la nazionale, perché manca Yasir Hassani. E la seconda domanda che è successo che abbiamo avuto delle novità con la squadra, ma che non hanno preso minuti, diciamo, non hanno giocato con la nazionale. E qui menzioniamo anche Spendi e forse anche Luis Hassa. Avrà minuti anche per loro? Scusami, perché non avevo capito il nome. No, Asani non è stato convocato perché è da tanto tempo che non gioca, ma proprio che sentendo, io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, mi dicono che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare anche qualche minuto. Poi non ho sentito l'ultima parte perché... Siccome abbiamo dei nuovi giocatori come per esempio Christian Spendi o forse anche Luis Hassa, avrà minuti per loro? Ma io mi auguro di sì, se sono qua è perché voglio dare dei minuti a tutti. Adesso
ripeto, voglio cominciare ad allenarli per rendermi conto poi cosa possono dare. Magari non so se tutti avranno la possibilità di avere dei minuti, ma se sono qua è perché la mia intenzione è quella di poter dare dei minuti. Vedremo quanti e a chi. Jasir Hasani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kam folur personalisht me të, por kam folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte e vështirë për të që ishte gati për këto ndeshje. Ndërkohë për sa i përket minutave për lojtarët e rinj, sigurisht që unë do provoj që të kem hapësirë për t'ju dhënë minuta të gjithëve, pasi të kem mundësinë për t'i stërvitur, ndoshta nuk do të ketë minuta për të gjithë, por mbetet për t'u parë edhe pas stërvitjes. Përshëndetje mister, Kristo Thomar, Radio Televizioni Shqiptar. Fillimisht suksese dhe punë të mbarë në këtë aventurë të re tuajën. Pyetja e parë është cila është përshtypja juaj e parë pas ditëve të para të punës këtu në Shqipëri, diçka që ju ka bërë përshtypje dhe në këto ndeshje miqësore më shumë ju do shikoni lojtarët që keni grumbulluar apo do të shohim ne idet tuaja? Sono due domande. La prima domanda è qual è stata la prima impressione che hai avuto in questi primi giorni del lavoro qui in Albania e la seconda domanda è in queste due amichevoli tu vedrai i giocatori o noi vedremo le sue idee di calcio? Rispondo prima alla seconda. Sicuramente vedremo, spero di vedere l'uno e l'altro. Io ho voglia di trasmettere qualcosa, non vedo l'ora di iniziare perché so che c'è del buon materiale, del materiale brutto da dire, però ci sono dei valori, ecco, dei valori è più giusto, dei valori che possono esprimere poi quelle che possono essere le mie idee. Poi i protagonisti sono sempre i calciatori, sono sempre i giocatori che perché con le loro qualità portano sì l'idea dell'allenatore, ma loro sono i protagonisti, per cui io credo che si potrà vedere sia, mi auguro, il mio obiettivo è quello di vedere sì le mie idee, ma soprattutto vedere i giocatori che avranno un'idea comune, un'idea di squadra per poter esprimere poi quelle che sono le mie idee. Sulla prima domanda ti rispondo solo con una frase che prima che non c'è un momento migliore di questo per essere felice, per cui sto vivendo qualcosa con un entusiasmo, con una voglia di essere in mezzo a tutti voi, a tutta la gente che vuole il bene di questa nazionale, e per cui cosa posso pretendere di più? Sono qua e me la vivo benissimo, sono veramente con la voglia di fare, con la voglia di arrivare a un obiettivo insieme, di festeggiare di volta in volta, avere dei piccoli obiettivi, dire oggi abbiamo vinto una partita, abbiamo fatto il primo step, abbiamo fattu il primo passo e ci siamo, e da là diventare ancora più belli insieme. Io non posso tanto più bello. E nis nga pyetja e dytë, sigurisht që do të kemi hapësirë për t'i parë të dyja, unë zi pres në fakt që të nis me stërvitjet, edhe mendoj që me aq sa kam parë ka një material të mirë bruto, le të themi që duhet përpunuar dhe ka vlera me të cilat kemi mundësi të shprehim edhe idetë e mia, do kemi mundësi për të shprehur edhe idetë e mia të futbollit. Por sigurisht kjo i bën lojtarët protagonistë sepse bazuar edhe në cilësitë e tyre dhe mënyrën se si ata do duhet ti aplikojnë këto idetë. Sigurisht që objektivi është që idetë së bashku me lojtarët të krijojnë një ide të përbashkët, të arrin të bëjnë rezultate të mira. Për sa i përket pyetjes së parë, në lidhje me impresionin e parë të punës, mendoj që nuk ka moment më të mirë për të qenë i lumtur për këtë punë. Sigurisht që është e rëndësishme që të punojmë gjithë së bashku, që jemi këtu në këtë moment të gjithë së bashku, edhe që të gjithë e duam sigurisht kombëtaren dhe kam një dëshirë shumë të madhe për të arritur ato objektiva, qoftë edhe të vegjël dhe duke marrë hap pas hapi dhe për të festuar objektivat e vegjël të cilët arrim dhe për të arritur sigurisht rezultate. Përshëndetje mister, Kristi Seatlari, Klan News. Kjo është lista juaj e parë e kombëtares dhe nuk keni pasur shumë kohë për ta përpiluar. Ajo që dua të pyes unë është cilët lojtarë mendoni se do të jenë në qendër të projektit të ri dhe a do vlen këto dy miqësore për të kryer një rinovim gradual të grupit? Ovviamente che questa è la prima lista della convocazione che tu fai, ovviamente che non hai avuto tanto tempo di fare questa lista, ma cosa ne pensi? Quali saranno i giocatori che formano, diciamo, la base della squadra e sarà un bel passo di queste due amichevoli di rinnovare, diciamo, un po' la squadra per le altre partite? Io credo che i giocatori sono sicuramente, c'è un blocco che qui è fatto bene, che ha portato avanti anche Silvino e che sicuramente per me diventa un blocco fondamentale, perché come dicevo prima
una delle prime domande. E i cambiamenti, anche se ci devono essere cambiamenti, devono essere graduali, perché abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gin City, e per dire solo il capitano, per non nominare gli altri, perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo lui come esempio, e credo che siano un blocco importante per poter, su quale costruire, e questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco. Mendoj që ka një blok, një bazë të lojtarëve të cilët fakt kanë bën mirë dhe kanë çuar skuadrën përpara edhe me trajnerin Silvinho, dhe ky blok është shumë fundamental, shumë i rëndësishëm. Sigurisht që mendoj që ndryshimet duhet të jenë graduale dhe është pak kohë, domethënë për të bërë një ndryshime shumë të mëdha që ndoshta mund të jenë të rrezikshme. Sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, por po themi për marrim si shembull kapitenin Gjimshiti, i cili ka shumë ndeshje me kombëtaren. Pra, është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës. Okej, kjo është edhe pyetja e fundit. Ju faleminderit shumë për pranin. Kombëtarët do të nisë grumbullimin datë 1 qershor në shtëpinë e futbollit për të përgatitur për 2 miqësorët. Për çdo informacion dhe zhvillim mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në FSHF TV. Faleminderit edhe një herë dhe Faleminderit. L'ho imparato. Due parole oggi.